Ky është Vari Petro Markos, njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj dhe figurave më dinjitoze të atletërisë shqiptare. Autori i Hasta la Vista, Zë i lirisë, idealeve dhe i shpirtit shqiptar, prehet sot në një varr të rënuar mes barishtes dhe haresës. Kjo pamje nuk i takon Petro Markos dhe as neve si shoqëri. Ju bëj thirrje të gjithë biznesmenëve shqiptar, veçanërisht atyre të Vlorës dhe Labërisë, që me kontributin tuaj të ndershëm të bashkohemi për të rindërtuar këtë varr, për ta bërë atë të denjë për njeriu që i dha letërsisë dhe kombit tonë aq shumë. Rindërtimi i këtij vari nuk është thjesht një akt bamirësie, por është një detyrim moral, një mirënjohje për penën dhe zemrën që i dha dinjitet gjuhës shqipe dhe emër vendit tonë. Petro Marko nuk kërkoi asgjë për veten, ai i dha gjithçka Shqipërisë. Të paktën ne le t'i kthejmë nderimin që meriton. Mos ta lëm Petro Marko në haresë, ta ngrem sërish nderin aty ku i takon. Shkrimi nga Laureta Petoshati.